Përshëndetje dashur miq, sot jemi këtu me nëna Shpresën edhe do bëjmë çfarë do bëjmë? Pispiliqin do bëjmë. I kemi blerë gjitha ato gjonat edhe do t'i gatuim. Si, nga cila zonë është kjo? Kjo është nga zona e Beratit. Zona e Beratit është kjo? Po, që nga Berati është nana, edhe pjesë edhe Skrapari, do me thënë që kam nëna. Okej, mi fjalë kemi traditë që vjen edhe nga Skrapari edhe nga Berati. Edhe nga Berati, vjen dhe nga Skrapari. Mi fjalë nuk e di e din ti se edhe unë jam kështu edhe nga Skrapari edhe nga Berati. Nga Malindi kam pas gjyshin edhe dajat në Berat. Kështu që tradita jeme që i ka. Ndajna pleksit të dyve ne. Eksakt. Fa tjetër. Atëherë, ma thuaj herë tash me çfarë do e bëjmë këtë? Ne tani do marrim preshin edhe lakrën. Edhe me presh edhe me me presh dhe me lakrë do i lajm, do i grin, do i hedhim në dikan, do i zjejm. Okej. Pastaj kemi djatin, kemi gjalpin, kemi kripën, kemi miellin që do bëjmë petën, kemi qumshin, kemi vezët. Excellent. Ti e pas ke përgatit këtë më mirë se në ato stacionet televizive që i shikojmë ato ushqimet. Më mirë do ta bëjmë. Po do mundohemi neve tani, se neve të mburremi, jemi edhe Skrapare dhe Berat. Vërtet, është Kështu që do mburremi. Po kjo pispilia që bën ti është krejt ndryshe për atyre pispilive që unë kam parë me fjalë, se si ti nuk e mbulon sipër miell, ngelet Jo, fare, vetëm bën petën, pak i ngre anët, domethënë ja do i shikosh kur ta përzgjenj. Edhe si gatuan atë me gjithë këto të gjitha, e hedh në tavë edhe e fut në furrë. Okej, kryevepër. Atëherë, arsyeja për cilën neve po e bëjmë këtë sot është sepse unë kam hangër pispili vazhdimisht, po si pispilia jote, unë nuk isha hangër asnjëherë. Prandaj do e bëjmë që ta mësojnë edhe njerëzit edhe ta kemi traditë që trashëgohet brez mas brezi. Shumë faleminderit për kohën. Po më vjen krenare shumë. Po sigurisht, e meriton. Shumë faleminderit. E meriton. A fillojmë? Tani do fillojmë të grim lakra. Tash mua të më veç, është jam me. To lakra janë apo janë diçka tjetër? Si thonë, Lakra. Si? Po, ne kemi kështu, këtu i thonë që dendërmin. Okej. Radhiqe, mi fjalën nëse në gjuhën shqipe. Ashtu thoshim neve. Radhiqe shqip. Po kush sa më edhe për mi thonë lakra? Kishim edhe i thoshim lulkuqe. Do të thënë E bëni me në lulkuqe fshat këtu. kur ishim neve. Është bë me lulkuqe kjo. Lulkuqe është një gjethje jeshile, kështu e çon një lulet kuqe ajo në fakt. Po këtu s'ka nga ajo. E thuaj tani që po e bëni me radhiqe. Tani me radhiqe. Jo thuaj se ai do t'i shënoj të tëra, është për traditën më tepër. Që ta laju preshin? Do ta lajm. Jo, se laju. A ka qëtim të do i presësh? E gri shumë holl. Aha. E gri shumë holl. Po kush gaton në shtëpinë tuaj? Kjo, Ke gatu vetë apo? vetë. Nuk leshe njeri për me u përzi aty me gatu në nusa, në gjatë? Vet. Jo, i buri sa ishte shofer. Me vite. Me vite të tërë që kam gatuar vetë. Edhe që rrita fëmit, edhe që martova, unë vetë kam gatuar. Është shumë të në kohës ke gatu kështu ushqime tradicionale, se çfarë do gatu që tjetër? Tamam, si që bëni më prindrit tanë, në ato gjurma ecëm edhe neve që i bëjmë. Këto të reja tani këto shikojnë me kompjutre, i bëjmë më mirë akoma në neve. Apo jo? Tash disa gjana dalin edhe më mirë, po disa gjana nuk ka si tradita, tradita është. I riu si me të ri, atë freqeria me freqerin.
Ky që këndon një këngë, një shqiptar i jonë. Po. Unë pak e mbaj mend. Si është? E thoshte, leqëria me kusure, unë së desha ti më zure. Po. E ke të dëgjuar? Po, shumë të gjume. Ylli e kënome. Edhe pleqëria kështu është, i Dridhem Duart, Elën Veshët, Nëse deri tash nuk po i shikojmë ato shenja të ti, kështu që... Elemendja. Ka shenja, ka. Dëgjoj, po si i kishe thënë për punën time? Sa kishe thënë për mu? Po që ka të që më të mua? Qa the për doktorin? Ke? Atë që i tregova çfarë? Qa i the? Qa ke Qa thënë më për the mua, doktorin? para se të vinte? Që i tregove ti. Po thash fëmijëvet, këtu. Po që se nuk dihet si e kemi jetën, një sinjalizim do më vjen i doktorit e të më vinë këtu. Pa marrë Nuk sa duhet të keqe. më qoni as në spital, as në ambulancë, as në një vend tjetër, apo në Shqipëri, apo ku, unë e kam ngrohtësirën edhe dua të vdes në duart e atia. Shaka. Kështu e kërkoj vdekjen. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Na e bone emocionove të shi mos... Je njeri, po them, i themi neve si një berë si pune Nën Terezës. Faleminderit. Ah, Faleminderit. Në trego... Edhe akoma më mirë. Me sa dëgjojnë edhe me sa shikojnë, edhe me sa dëgjojnë këta kur laposen këtu, nuk e di. Merita jote është që unë arrita që po gatuaj. Edhe ngrita në kemë. Zoti. Se kur kanë ardhur fëmijët, Zoti është i pari. Pastaj mjekët janë kështu ndihmës. kur kanë ardhur këta edhe më kanë marrë, unë thosha do vete në shtëpi, për këtu në Amerikë apo s'do vete. Edhe më pe dhe vetë se në gjendje isha unë kur erdhe që më pe. Që sa po të morën në telefon, më përpara erdhe se sa të thanë këta që kemi nenën edhe unë gjende këtu. Jam shumë krenare, jam shumë e kënaqur edhe do të bëjnë heroin kudo që t'jetë këtë të ndenë. Faleminderit. Heroin do të bëjnë. Tash do flasim një çik njerëzit e mi që kam. S'faqe. Rreth, me shoqërie, me miqësie, me të tërë unë, s'di fjallë se që të them. Shumë faleminderit. Tash do flasim një çik për Edhe të them, jo të thosh ti faleminderit, po të them unë me miliona herë shumë faleminderit. Dhe të kam krenar, të kam në vend të fëmijëvet. Shumë faleminderit. Tash më trego një diçka, pse kjo ishte nga Berati dhe nga Skrapari? Ku ke lind? Unë kam lindur në fshatin Tema, Kush e kap? Berati apo Skrapari? rreth i Beratit. Rreth i Berati. Rreth i Edhe Beratit. pastaj kur je martu? Unë u martova në Berat. Po kur? Më fjalë sa vjeç ishe? Unë isha 20 vjeçe kur jam 20 vjeç martuar. kur martove. Po, okay. Po, Okej. edhe në Berat jam martuar edhe ata Beratas janë edhe ata me shtëpi, domethënë me prindër të gjithë. Një vëlla i burrit ishte në mjekësi në Berat. Edhe Aha, po si e ke pas jetën? ati i rritën fëmijët, dhuratën domethënë çukun e kam lindur në Berat. Kushte fëmijët, 2 çunat ikën në rrethi, e mori rrethi Skraparit, po Berati ishte uzinën e Poliçanit. O, uzinën e Poliçanit, dhe u desh për me shku me punu atje. Edhe si në kohën e Enver Hoxhës merrshin të zgjedhur, domethënë, kush kishte organizuar, kush ishte antar partie, Njerëz të mirë. Njerëz të mirë, se ishte sekret, nuk dilte armatimin që veri. Edhe nena, këto i kam akoma, domethënë, në predat që i zinja. A ke punu dhe ti në fabrikë? Po. Kjo që ke interesante. Edhe i hitnja në grykën e zjarrit ke bërë ushtri, nuk e dija ke bërë. Pak ushtri, po unë kam qenë Kur mjeku i ushtarak. hitja predhen në grykën e zjarrit, edhe do ta prisnje këtu, se mos të binte se ishte e mbushur me trotil brenda.
Po. I boshit ato prova edhe Vetëm gratë? diagoren kishte pa vend. Ah. Nuk e vinim diagoren, i linim në fund fare. Më vete, në arka më vete, diagoret e asaja dhe ishte me fileto në fund. I vinim, kemi punuar shumë keq, kemi punuar. Shumë keq, në uzinë shumë keq. Kush e kush ishte aty në uzinë që punonte nga familja? Në familje? Ha. Unë kisha 2 vlezrit atje që punonin, 2 kunatat. Mi fjalë, pas kanë qenë gjithë familja që punonin aty. Se vinin kështu, të më thënë si tash që vinin kush kishte të organizuar, kush i kërkone për mos dalë sekreti. Kur na pyesnin qa beni, nuk thoshim kur që bëm armatim. Po bëjmë kasma lopata për bujqësi. Po, të Se dënoheshe po se thoshe. jam kurioz nëse tash do flasë i çike sekreti ka ikë se i kanë nxjerrë gjitha të palamet, po. Sa ishte pagesa në çik më e mirë se fabrikat e tjera sigurisht? Pagesa shumë e ulët. Ja, ma ja. Shumë e ulët. Megjithëse ishte sigurisht lartë, Po nuk me kaq të vështirësi, edhe duhet të hanim Edhe në shumë rrezik. duhet të hanim ushqimin cilësor. Kurse ne hanim në përmendza, të gatuara me kazan, po palo të gatuar. ço bëheshin aty tjetër në uzinë, përveç se automatik ti kemi Nuk dëgjuar aq. që bëheshin. Kurse si pagesë që merrim lekët, merrim na 5200 lekë, domethënë të vjetra, Shumë pak, po sigurisht di. në muaj. Sigurisht. Në muaj. E di. Në muaj. Sigurisht. Ja. Me- Shiko. Burrin e kam patur që punonte shoferi, ishte një qik më mirë me rogën. Kurse unë aq me Po aty rroga i mësuesi 7500, 6500 kur dilni. Nafta i kishte. aq Nërsa nafta i mirë. ka pas më të mëdha. Na urit në fëmijët atje, mbaruan 8 vjeçaren, i doli dhuratës, çupës. Dhurata është më e madhja? Ekonomikan, e madhja çupa. Dhurata është e madhe, okay. E madhja çupa. I doli për ekonomike për në Vlorë ka. Në Vlorë. Atje. Mbaroi, doli me sukses shumë mirë, edhe kur vinim që e takonim, që i takonim gjithë ata arsimtarët gjithë që kishin atje na flisin, ishin shumë të kënaqur në gjithë anat. Shqyr janë mirë gjithë të dy. Jam shumë e kënaqur. Jam shumë e kënaqur edhe kanë bërë një sakrificë të jashtëzakonshme për mua herë që më morën të vdekur dhe më prun këtu e më ngjallë ti. Zoti, zemra jote e mirë, edhe pastaj këto tjerat janë ndihmës. A je dakord me mua jo? Me të pyet kota, beson? Ndihma, po është... A beson në Zot? Ja, është edhe jashtë mundësivet. A i dit gjitha punët. Edhe jashtë mundësivet. Por, shiko, të ma leshi qik mu ta presi qik shu i, ma mësoj që i gugura, ta provoj që i gugura, po edhe unë dhe e pres im, dhe e pres edhe unë. Ti e më shta, shiko, po unë e shiko, më përdorën më të beja shumë Do të t'ja tyre. fus edhe gishtit unë këtu në qik. Unë po ta grija shumë në përdorën. A po unë jam mjesër i gatimin unë. Po e di, unë e kam marrë vesh. Mu më vjen në i herë edhe vjerë më thot, e bëna mirë më thot mu? Ajo në fakt kujton se unë e impresionoj edhe ajo mendon se unë gatuj më mirë se ajo. Në fakt unë nuk gatuj aq mirë, po unë vetëm shikoj. Jo, më mirë gatuar, më mirë. Do shërë të si? Po, dëgjoj, shpresa. E bëre më mirë ti. E bëre më mirë se doktori. Se janë internetet tash, i shikoni më mirë, kurse neve. Kurse ajo, mamaja nuk se stende, mos e nuk e di, është me e re dhe është marshu, kurse unë jam më pleqëri. Mashallah, forti e majtun. Kështu që kam vështirësi më shumë unë. Ja, kështu da atë presi. Edhe më shtillet tash, edhe grijet. Po të gatuar, Albi nuk e kalon në njeri kësaj, sa për dini, mos shiko tani. Kush ka mësu me gatu? Nena,
Po nona aty 20 vjeç e ke ikë nga shtëpia, me fjalë ke gatu, Na, pastaj vetëm. edhe pastaj ke mësu vetë, ë? Vetëm kam jetuar, nuk kam edhe fëmijët që i kam rritur vetëm. Po edhe njëkohësisht besoj se duhet të kesh mësuar edhe me Vetëm shoqe, me shoqëri duke gatu. Po edhe shikonim, edhe dëgjonim, domethënë plesht që ishin më të vjetër, plakat, kur dha posë, berakte ne shikonin. Edhe kishim qef, gatuanin. Bukët i bënim vetë. Cilat janë ato ushqimet tradicionale që ke qef? Qumësh, kosë, bënim gjizën, e bënim vetë, e tusnim në tunç, druri. Në tunç, edhe i merrshit edhe gjalpin. Tani kanë dalin oks në tunç druri. Për shembull, e bënim gjizën me krip, edhe e merrnim lëkura dele. I kripnim, plejt, edhe i kthenim në e sprapta. Aha. Dhe më thënë nga brenda. I bënin i grinin pasandaj, dhe më thënë i qepni, e litni lëkurën në fund, i litni dhe karat, gjysëm, dhe më thënë të bryli e lartë, edhe e mbushin me gjizë. Edhe i kriposni, gjizë me krip. Gjizën të kriposur, e mbushin me gjizë, edhe e linin në një vend kështu, shtronën një diçka, veras druri për shembull, çonin, dhe e kthejnë atë, sa kthejnë dhe kthej dhe liti e thajsh ajo. Gjiza veç e shkëlqyer, edhe e litin që mos merrte ajër. Po. Edhe te grypa e litin mos të mos merrte merrte ajër ajër. fare, okay. Edhe e mbante. Kishte shumë, e mbanin edhe me vedër. Vedra u thoshin, vedra druri, dhe më thënë. Vedra? Voza druri, po. E mbanin gjizën. Atë gjizën e mbanin me napa. Napat, burulluk. Napa, burulluk. E shikon se e di edhe fjalën tjetër. E shtronin në grykën e vedrës, edhe e mbushin me krip njëte. Po kripa me krip e zezë, jo krip e bardhë. Krip si çvindet, pa si çvinte në fillim. Ajo që ishte me 3 lek kilja, sa ishte? 3 lek. Ashtu beni. Edhe kur do një të menja për shembull dhe hapte ajo një anë të burullukut, theme mirun tyje, edhe merrte me lugët edhe prapë mbushte me kripën edhe me. Si punë frigoriferit, nga që s'keni pas frigorifer. S'kishte përpara frigorifera, ashtu i mbanin. Po ushqime me mish, a bonit? Ke? Me mish. Mishin e thani. E thani mish. Po a kishit mish për me hangër çdo ditë apo i herë një javë? Jo. Kush kishte në prindrit e mi për shembull neve hanim çdo ditë. Hanit mish çdo ditë. Çdo ditë. Kur ishte e parë të saj. Neve venim kishim lopën, edhe viçin e lopës ne e benim vit për vit do ta benim pastërma, i thoshin. Okay. Një lopë në vit në fjalë bëj pastërma. Benin edhe nuk kishin të tërë, se kishin edhe të vapur që nuk kishin, ata benin na një di. Okay, një di pastërma. Po deli nuk e përdorin. Pse nuk e përdor si dele? Vetëm, jo. I vjen era? Nuk e përdorin për pastërma. Vetëm dhi edhe viç. Kush nuk kishte për shembull thërke një aty në lagje, edhe e ndante ai kile, edhe vinin e merrnin me ashtu edhe. Nuk kishin kështu shumë, kurse neve kemi qenë mirë, nuk kemi vuajtur, as të parat, as të fundit, nuk kemi qenë, e nuk kemi vuajtur të ngrenë. Jemi ushqyer mirë. Si po ju pëlqen deri tash? Shumë bukur. Gëzuar. Gëzuar. Kam shënduar në nashkësh. Po nga këto, si i themi këtu, perimet vegetable, perimet, cilat keni përdorur më tepër? Perimet,
Se Berati ishte i bekuar, për perimet i kishte... Dimrit nuk kishte. Dimri s'kishte, po më herët i dilnin Berati. I shtronin. Domaten gjysmë beri domatja. I bën dhe këtu marë. Edhe e shtronin. E ndanje domaten kështu në dy pjesë, ishin domatet kështu të mëdha. Zemër kau, E i shtronin. Lakrën e shtronin. Partizani, kush dinte, për kush nuk dinte, nuk i bente. A ka bëllë dhe këtu? I kemi frigorifik. A këtë bjena si në gjë ta shikoj? Partizanin e bën në Me hanër sajmë, po të pak në ta shikoj. Jo, të du sa provoj, shë, ato, dikot i ka bërë vetë këtu dhe të. E ka bërë perushi. Kjo është perushi. Kjo është prej portokalli. Beni më recilin e ftoj, Kjo është prej qershie. se ftojnë kishim shumë në shatë kur ishi. Edhe Beni më recilin mbushte nënda kovat për cingo të mëdhaja, me doreza kështu ato kovat. Edhe i mbushte, edhe neve ndihmonin. Mrapa, Edhe ajo pjesë? kishte besuar. Sepse nuk pëllem muaj që të blej kos frutash në dyqan. Qa e këto kos frutash thot në dyqan? Pse nuk bëjmë neve reqel vet, idhi kosit reqelimi te, u be kosi frutës thot. Pa tjetër, ja. Ato janë larë ata. Ja. E qërësis. Një sekund. Nëse jo se api apa... Ben më jote? E do në te që ti hapësh? Jo, duhet të bëj. I mbyll fadini Bën, shumë mamaja, edhe mamaja ardit bën, edhe mamaja bën. Atë atë për të madhen, portokallin, që është e madhja? Që që përton qërë ata. Jo, ma. Hiket e vere këtu. Ky është recel? Nëse nuk jam duke hanë, vetëm jam duke tregu këtu në kamerë. Ky ishte receli i kujt? Ky është për qershie. Ky ishte receli i qerësisë, Ky është prej rushi. Beni pe ftoj, beni pe qërshie, Ky është prej rushi. Lugën nuk e preka, e kam hedhë kështu. Oh, Ky i kuj është ky? për rushi. Sa shumë është të bën. Anja, po jam bushti? Se prerushi. Atë të portokalli verem të fundit. Ja, Ky qash? Ky është për sa? Për pjeshkë. A do një kështu, kjo për ta? Nga duhet të bën. Ky ishte i pjeshkës, ë? Po. Ky ishte i pjeshkës. Super recel, që ka për të na uqu sheqeri sot ne. Po kjo tu qa ishte shpreza? Ajo është prej portokalli. Ky është i portokalli që kërës jesh kjo. Oh my god, ky është the best, e? Atë provoj. Oje. Provoj edhe si ta nga vetë atë. Mos në gjithë më tema, një copë. Bjere, shikoj këtu. Po me një pije tana, për vetën e saj. Tani do ta shikosh, hej ky portokalli ka paruar. Si si ka dalë, super. Super janë të gjithë. po ti atë keqër, provoj dhe ti që. Jo, ti provoj dhe kush e pa. Kurse këto i ka bërë kështu patrigjan të shtruar. Ato se provoj do ta. Ato do në jedhësh me i pjatë Po, do vodhe. të jeri me një pjatë Të këto, e po pak ja të të gjimi? shkri pak, se unë harrova që ti nxirja shpejt. Sidomos me fasule, ato një herë. Janë në qik direkse? Pak fare. Excellent, shumë mirë. Këto recel në ti provu. Ja ti lejmë këtu. Dhe ka bërë deshe të nuk ka arriti dot, po më duket se ka realizuar pak. Gjë. Bëf se mirë. Do të kishte bërë Specat janë surprise. No, nuk janë speca. Këtu ne i themi kështu shollir. Kësaj që është Shëllir ti ke kos ugur. shumë i trash me krip edhe në Jo, një le të flet shpreca për shëllir. shëllirën. Hajde, Se këtë të po bëj. si e bën shëllira. Po mbaroj një tu, mbaroj me byrë, vetëm mbaroj me byrë. S'ka gja, më afro shëllirën. Nuk është nuk bërë. bëhe shu si dua unë. Po pse qashe? Shëllira me... Ndofta duhe që zënë një qik më parë. Çfarë është ajo? Tani i the që i hodhe një gotë ujë edhe do ta vesh ta zjesh. Ti edhe mi goduj, po. I hodha. I hodhe? Hite Edhe të zgjë. do ta vej ta I zjesh. hodhe ujë? Kripë tani e një goduj. Zjerë, okay. të do të zgjejnë tani. Okej, vetëm ato edhe Po, presh. ato, vetëm ato tani për tani. Okej. Pasandaj do edhim ato të tjera. Pastaj do hedhim ato të tjera. Pastaj do edhim këto Sa tjera. më gjalpi e Oh, veza, okay, okay. gjalpi e gjiza që janë ato. Djatin, gjalpin, vezët, qumshi. Lirën eve Skema zëposi. Aha.
e hedh këtu kosin, në këtë vazo. Ja se E rre me lugën e drurit, të më thëmë se mos gelet është thatë patar, pra hedh një qikuj, edhe krip, edhe le. E le, me hapa. E le jo kullon pa kuj. Edhe Për ujë shembull, që ngelet sipër. Ujë që sipër e kullon ujë. Sot. Eq. Në darkë për shembull, i hedh ujë prap. I hedh ujë prap, edhe e përzin. E kullon prap. E përzin? Në mëngjes, jo. Si që kullon e përzien. Okej. Pastaj edhe e mbyll prap, i hedh ujë, sa të mbulohet kjo me ujë, i hedh ujë edhe e le. Edhe merr një shije. Më shoj një sekund pasaj, si ti se kur e hedh qumësh pasaj, i hedh qumësh Po, do të ashu. Si që kullon 2 ditë për shembull që kullon kështu ujë, i hedh qumësh, një gotë qumësh. E trazon. I hedh edhe pak ujë, prap, e çon ujën prap e mbushet këtu me ujë plot kjo. E kullon ujë. E flak atë ujë, i hedh çikuj tjetër dhe le. Ditën e dytë ose të tretën i hedh çikos prap. E shikon që ajo trashet, e le. E shikon për krip për shembull dhe le. Dhe merr një shije ajo. Po me këte neve i thon shëllir. Me këtë shëllir benim trahanin e dimrit. Tranan, po. tranan e dimrit. Me këte e zinin që e benim. E zinit. E zinin brum. Me ato zinë, me këtë zinit brumi. Me këtë shëllirën. Unë thash mos e gërshetonit për me e hangër, po e zinit brumin me këtë. E zem brumin me këtë shëllirë. E zem brumin, edhe e lem 5 ditë ose 7 ditë në një qeskë plure, edhe e kthejnë atë, se qonë ujë këtej ajo. E kthejnë këtej tranan, e kthejnë këtej për mos zenë dhe guallë. Dhe më thënë, se zakore ajo, po e le kështu në një krah. Pastaj e shkoq tranan. Mos u bet me e fortë si të Po. E merr atë brumin, e ndan në fillim në çarçaf. Kishim apo stafati, kishim bërë nëna. Jo në çdo lloj çarçafi. I kishim bërë për pluri ishe përpara. I hapnin, pastaj e merrnim edhe siç e çonte kështu lug ajo, e merrnim me dorë i shkoqnin. Edhe kishim shosha, u thoshim. Shosha, tamam. Nuk e di. E di. Në shosha e shoshni. Po benim kështu kur benim 30 kg, 40 kg, 50 kg mjell, domethënë. Edhe e zinim me këtë. Edhe e thani pastaj hapnim me çarçaf, edhe e thani brenda, jo për jashtë. S'ka. Edhe petkat. Petkat janë ndryshe prej Tiranës, yes? u i bën ato. Kush donte për shembull, tranan e benin edhe me lengun e domates. Edhe me lengun e domates turshi, Anë e skraparit. Apo me lengun e domates? Pyet më tende ti, në anë e skraparit e bënin me lengun e domates. Dhe një grini domatet, i shtrysni. Edhe lengun e përdornin për me zonë? Edhe e kollonin që ti ikte fara, jo me fara. Po. Edhe ajo zhapa sipër, vetëm tula e domates, ajo mbetësh. Po mirë, këtë shëllirën ti, për kë e bere? Këtë shëllirën e bëra për Ardiani. Po, se... Për Ardiani. Po mirë, a hahet kështu apo nuk hahet? Jo, të si saj, merr një lukë. Apo pije? Pije. Okej. Se mendova mos është trash. Ajo, provojni, po nuk është bërë. Po s'ka gjë, e lem edhe ca ditë tjera. Po, do ta lem edhe ca ditë tjera. Do ta lem në goxhan edhe. Sa të bërë? Merë gotën. Vetëm Trezon. Të tërzoj me qikër, ja. Ajo duhet të tartohet shumë. Duhet të tartohet të qikë, jo, dhe më dridhen duart. s'ka gjë, se deri tash jenë në rregull. Deri tash Po thajo, nuk më gjen gjë. Mos du më tepër. Mos mori nga jashtë. Kaq, nuk du më tepër. Prit ta provoj. Si ti po s'po të dridhen duar, se the do kem doktori, nuk më dhe mas vjeta. Jo, s'po dhe më dhe. Excellent. Jo, nuk është bërë akoma. Nuk është bërë akoma. Nuk është verë këtë që Sepse nuk këtu është... merr një shije, edhe tartoj, po merr një... Unë do ta kthej këtë videon që regjistruam, do ta kthej disa herë derisa ta mësojmë dhe ta bëjmë këtë. Po,
Është gjë shumë e lehtë, nuk do në një mundim shumë të madh. Tjetër parin e Edhe pa. Po nuk uzdo mirë atëherë do vi këtu. Nuk do mundim të madh. Jo, po problemi është që do në stil, duhet me ditë se me ja bë. Është kjo që thonë buk misri në shëllia? A është kjo shëllia? Po, kjo është. Ajo është shëllira. Kjo është shëllira që vendoset buka misrit, ëh? Unë e misri. Kjo është. Që neve mendoshim shëllirë, po nuk është shëllirë, është kjo. Po nuk është shëllirë ashtu si shëllirë ka emri, po nuk është shëllirë. Eksakt. Jo. Sepse dikush i fute në kos, dikush i fute në fjalë kjo është shëllira. Kjo është shëllirë shu që e marrin ta, sho, brezilit që s'dim për shembull do të shëllirë. E marrin kosin i rin ujë, edhe dhe kripën dhe ka. Po është ajo shëllira. Ja. Për të gatuar, do me të bënim të hanë. Kjo shëllira në fund fare është pothuajse qumsht e kos. Ashtu është. Nuk figuron gjë tjetër, është qumsht e kos, nuk edhe fermentohet, edhe ka fermentim. Qumsht kos edhe krip. Atë ka. Kripën ja hedh sa do. Kripën sa të duash. Sa të duash. Do të thënë, unë kam fepër shëllirën sa për djenin. Po nëse përdorim se s'na lë shëndeti. Nuk ka lë shëndet, po unë e kam. Kur vinte Fadili në Shqipëri, më kërkonte gjithmonë mua unë ja u bënja pa ardhur këta, domethënë e zinja përpara, edhe u bënja një kavanos kështu me shëllirë. Po, ajo ta hante, e hanje kështu me lugët e bëja të trashur. Po. Si kalon mirë, ti mirë? Mirë edhe neve mirë. Është mama e tanë. Mama e tanë. Tani mori vesha. Gjera e me vjen se bëhet xheloze sa e shikon mua që gatuj. Shëndet, gjithë njerëzit mirë, gëzojem shumë. Okej, atje si po na ecin punët atje me të përzimen? Si mirë jam. Ti shtojmë qik të në? Ti e mjeshtre. Jo, do edhe pak. A, do edhe pak? Do. Të zhjede një qik në. Gjeratë me ligojnë ashtu ta i bere qek. Do dhe pak. Dhe edhe në qikar jam. Mërzite? Unë? Absolutisht të mërzitem unë. Mos mërzite zhvit. Mërzite dhe më lupe. Dhe bjëm këtu për ata. Shumë të mirë ke bërë veçelin. E kemi mielën këtë që prumë. Qumshin, edhe një lugë mielë gruri. Se qa mielë është aja ati? Mielë gruri. Ai në tas, po qa mirë është? Ky është mielë misër. A, mielë misri. Misri i petës. Edhe vetë. Ti bëjmë gatë. Tre kokra ves. Tre kokra ves. Për sa veta do gatuash? Po ai shit. Për sa veta do gatuash? Për sa të gatuaj? Se ka bërë të sanë. Për 6 vete. Për 6, okej. Po, vem që të Vedi, je dy të roni të Të shtoj për një të 7. Ti e di? Që kam vëbëritur unë.
Po Milan ty në dorë, po por jo, të shikojmë ty. Për 7 veta. A kanë gjanu i qik vajza për gatume? Ka marrë më shumë nga unë. Ka marrë më shumë, Po, po. Pa i përzin, e ngatron, mund duket sikur e ngatron i qik Po, pse? Facebooku. Pse? Ajo, jo Facebooku, po ajo Jo. YouTube-i, Më Këtë pyet pse. interneti. Më pyet pse. Hapseja. Në një familje shumë të mirë ishte, po atje ku vajti është në një familje super të mirë. Gjeti njerëzit shumë të mirë, të afruar, të respektuar, më mbajtën mirë, më afruan. Jam shumë e kënaqur kundrejt asaj familje. Dhe është familje shumë e nderuar. Plus edhe shokën që ka. Shokën e ka artist. Shok. Detyrimisht na prindrit do të Thank you. mos rrjedh pikoni themi një fjallë popullore neve, nuk e di e përdorni. Çdo njeri respekton veten, edhe pastaj respekton rrënjët prej nga garë. Shumë vjen ato punë. Tashi, goca ka mësu më shumë prej te për me gatu, apo ka mësu nga... Ska gjë? Për shikoj një arjat. Ky qa ishte mielli i grurit? Mielli i grurit, e? Mielli i grurit. Sa miell gruri i hodhe? Një luk. Një luk, me fjalë shumë pak. E përgatisim sa të zgjeri preshi edhe lakra. Nuk ka ndonjë mundim të madh. No. Dhe shumë e tjerë. Shiko, mënyra si ti e ke bë, sepse e bëjnë edhe shumë njerëz, por ti e ke bën në një mënyrë tjetër që nuk mbulohet. Ngelen këto jeshilliqet ngelen sipër, edhe ka një shije tjetër, ka një shije pak më të mirë se pra ajo që të bën ti pispilia që ti ke bë del më i njomë ndër pispilitë e tjera që kanë Lidhje përputhur. dhe miell sipër. Ajo që ke bë Ajo ti që ka duket dalë ashtu që del lakra thoj ti. ka dalë njomë. Tjerët i hedhin ose edhe çik më tepër miell. Ha? Ndoshta mbulojmë me pet, Ose mbulojnë me pet, nuk e di se çai bën. Ç'është kjo? Çumësh? Qumshi. Tani jedhim qumshin. Qumshi jedhim sa do. Sipas dëshirës. Sa kërkon kjo. Tani ne këtu të cilësi e qumshit duhet të kesh shumë kujdes. Po sigurisht, do e marrë me përqindje të lartë, apo jo? Ne me të lartë, me atë ke marrë të lartë, Po, ne? pra. E. Edhe gjalpin tash atje. Hajde ti Se dhe. kjo është... Galoja jo atje? Duket shu emri thjesht pispili, po kjo Jo, është... aja kanë 100 zera brenda. As nuk di më. Në më. E bëjnë në forma të ndryshme. Po, pispilin. Edhe ne bëjmë, unë po e shikoj me kujdes se dhe unë e bëj Të pispilin. kisha ardhur që në fillim kur ngrivu ato, Ja, kur ngrivu lakën, ngrivu preshin, ngrivu meral, do ta shikonje se edhe që u fut edhe Ardiani që Do ta shikojmë videon e po, pastaj po. sho, më merr mua. Le mua, nuk jam unë për jemi spektatorë. Ja? Sepse do të jedhi këtë. A e hoqe nga zjerja dhe ta si për i hedhen... Po. E hoqëm në zhvilja, gjalpin. e vun këtu në anët sobës, tash do hedhim djetin sa ta përzjej. Po gjalpin e hodhe kur pozin. Gjalpin e hodhëm ne, Që të duke shkriu ai. Aq, një çik sa shkriu gjalpin. Prje me pikë. Po jam se ka hapur. Po. Merre tash këtë. Është gjalp... Philadelphia. Philadelphia. Si ka emrin këtë? Mund ta bësh Philadelphia cheese, mund ta bësh me feta cheese, po kjo e preferon me Philadelphia. Hiq. Tashi, edhe i diçka tjetër, do më shikosh mirë këtu tashi, përzi edhe duke më pa, duke fol. Tashi, Philadelphia nuk kemi pas në Shqipëri. Çfarë ke hedhur në Shqipëri? Djathë të bardhë. Si? Çfarë i ke hedhur në Shqipëri, sepse këtë lloj djathi Philadelphia nuk e kemi pas në Shqipëri. Në Shqipëri e tja djath. Djath. Po, ke djath të thjesht, djath Që zakonshëm. benim vetë, djathi, gjalpin që benim vetë. Pra mund bëhet edhe me djath zakonshëm, nuk është kriter vetëm Tamam, Philadelphia. bëjnë shkëshu, bëjsh edhe e shtypnim atë djathin, e thërmonim qik mirë. Sa ishte më i mirë akoma. Edhe djathi i bardhë besoj, është më i mirë.
Më i mirë. I mirë është, po si djathi që benim neve. Po pra, jo, këtë po themi edhe ne, që djathi më i mirë. Nërsa kjo që ishte, kjo ishte... Tani këtu ishte qumshi, veza, edhe një lug gjelle me miell gruri. Me miell gruri. Nërsa mielin e misi se kemi përdorur akoma. Jo, miell i misi të shqipin petën. Okej, good. Do bëjmë petë. A puna pra. Në shëllere këtë, ajde bëj petë. Po më ndihmon që këtë jo, më ndihmë si se me zikonujëm. Të lotum. Asistente. Të lotë. Asistente. Ajde, zere brumin të shi. Të shi ka hedhur 3 filxhan si ky me miell misri. 3 filxhan si aj me miell misri. Po, qumshin e hedh si pas dëshirës. Kjo tani që do zërë brumin. A, do bëhet brum, i fjalë, prandaj duhet, jo mu hedh shumë, duhet mu hedh aq sa të bëhet brum. Mos i dhe shumë. Shto miell e shto ujë pastaj. Po jo se bëhet të tre. Tani do të hapi në tepsia kjo. Do t'i hedhi shumë pak vaj, dhe se harove. Shumë pak. Vaj ulliri. Okej. Kaq. Pra brumi zihet me qumësh, me miell misri edhe me vaj ulliri. Pak fare. Krip? Jo, nuk i hedh sepse i ka hedhur gjellës. Okej. Sometimes është djathi që ka... Edhe djathi ka të kripën, ne jemi shumë të kripës, po tu është e hedh. Da, janë bun. Ne me i qipet të lëtë me ujë. Tu ka pak ujë, sepse do ta bëj. Sa për një rëshqit dora me fjalë, ka i qik ujë. Lërë. Që krej që si nuk do në veri neve, Tani po i ngri anët kësaj. Ngrim në shumë pak anët. Shumë pak. Se do hidhet. Që të hedhi gjellën. Kthejnë qik, brata, kthejnë qik për. S'ka Bë. Si janë ngre anët kësaj? Po. E kryon si pishin. Po. E krijon si themra, si thëshim në drekut. Se çfarë arti ka bërë nderën e familjes. E hapën tani. Petën? Edhe këtu i qikë si ka dalë kjo. Po. A, Dhe hapin e vendi? Jam i kujdesshëm. Është gjë e lehtë. Shikoj diçka. Me sa shumë dëshirë gatuj njerëzit, aq më shumë të duan. Ashtu është. Kështu është shpreha. Të duan thoj? Njerëzit që gatojnë me fjalë, ty po gatuan me shumë dëshirë për familjen, kjo tregon se sa shumë i don. Ashtu be. Kështu thojmë. Po ben çefi?
No, po kështu Jo, është. po të vërtetën. Se ka veç për ty. Ka për të tërë, kur gatuan të tërë të duash. Kjo shpreh është për gjithë. Tani hedhim gjellën. Gjellën që kemi përgatitur tash. Rrugë tjetër apo mire ke? Qoj, Do rrugë tjetër. qoj se mos e kapjojmë me këte. Mba ndot. Bëjmë. Do hedhësh lug apo do e der apo komplet? Do dhe pa e qikë si fillim me hap qikë shurë, që të vej atje ku do ajo. Okej. Cheers. Ta të ndimoj, se s'pa ndot. E kupton që pa Në drita. ma motor, në ma. Që tërshia është e lakrat, se ka dhe gjitha të gjarë. Të përshë që mos të prishë shpetën. Nuk ta prish. Philadelphia. Filma, tjera. Tira. Në ma të Hiq. Ne kaq ishte, Tani pusim furr. Kaq? Kaq. që presim se po. Po se mirë ishëm me fjalë, excellent. Ja fusim edhe në Kaq furrë. A që duhet? të lodha shumë. No, s'ka gjë. A duhet me ngroh furrën përpara apo nuk duhet me Jo, ngroh? s'ka gjë, direkt. E vëm tash edhe Direkt, me me çfarë temperature? Me 375. 375 për sa minuta? 20-30 minuta? Jo, 45 minuta. 45. E vendosim edhe e shikojmë atëherë. Mire durotan se se Dalë se kam pak të zen. So. Ta figut po. Ke bën një gjell ekscelente. Shumë i mirë. Ti thoj të lumë që nduar. Arove ti thoshi që refuzove të pije ilacin se te nuk më dhem asnjë gjë sot the. Jo s'më dhe pas një gjë. A pse se morën çik? Dhe s'ke pi ilaçe? Jo, nuk e pi. Jo, fare, pas një gjë I s'më tashëm t'i jap një Tylenol se do të themi. Një kur tha këta që do vej Ardiani, unë ndihu si qysh. Zoti, shiko, jam- unë jam me atë i lidhur direkt. I swear. Të ta që ti e nën Tereza. Ja bërë me Tereza. Ska gjë. Na ke knajs edhe ke bë punë fantastike. Ti të lumë të Ja mendja, zakonisht shumë bukur. të lumë që në këmbës, shumë faleminderit, ke bërë një... Që të them unë? Unë s'bona asnjë gjë sot me fjalë, sepse Ke bërë një... Do flasë kështu me popullore. Ke bërë një xhami. xhami kanë bëse? Këndrejt meje. Këndrejt meje. Më ke ngritur në këmbë, i kam duar të këshu, i kam duar të me presh, i kam duar të presh, ore. Shumë faleminderit. Ani tash të lash duar, edhe të ulemi në tavolinë. Ka që kënaqur kam ngelur, edhe ka që kënaqur që jam, që të vdesë sot nuk më vjen keq për shpirtin, A ke seriozisht? që më ke dhënë Mos ti, bëjmë me çaj tash. më ke dhënë ti këtë shërbim. Edhe për këta Mos fëmijë, në tu emociono, jam Mati, jam shumë e kënaqur. Jam U shumë e knaqem sot. kënaqur. Do të jetë fantastike, për pak minuta do e fusim në furrë edhe do dalin edhe do e provojmë pastaj. Ka të keqen kur të ti edhe der flot për një plak 84 vjeçar. Se është fjalët që ti thu mu më emocionojnë edhe kjo është Ta gjë. palta i Zotit, palta. Kam duar të këshuar. S'ka gjë, tash po i lajnë durët edhe punën në tavolinë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Atë keqen, mundim shumë të madh, shumë mundim të madh. Tash do ta vendosim ta pjekim me 375. Atë do ma të kemi në ofisit tonë. Edhe unë do ta vej një orë e gjysëm, se Një orë e gjysmë? po e vej një orë e gjysëm dhe pastaj të shikojmë se sa. Ja, vura 1.15. Okej, na i trego pak se ti pas ke gatuar shumë sot me fjalë. Kjo është ajo që kemi bën, ne? Kjo është kjo. Që e bëm sot. Që e me bëm fjalë, sot. Që ky do e fusim më pjek. Po. E fusim këtë herë më pjek? Po. Ata zgjidhin problemin. Pra 375. 375 për një orë e gjysmë. Një orë e gjysmë. Tash ne Nëse bëhet më përpara, po e heqim. Okej, kur e vepër. Tash këto çaj kena ai. Tash kjo është kështu, gjokse pule,
të marinuara me hudra, me vaj ulliri, me ara. I le 1 orë të marinuara, pastaj i bën me bukshu të thekur, edhe i skuq në vaj me pak gjalp. Excellent. Ky është pilafi bërë nga mami, sepse Fadili nuk e pëlqen timi dhe nuk e zjen mirë. Ky është pispili që i bërë. Ky është pispilia e bërë, me fjalë që ne do e hajmë këtë bomin. Po, se ai që u është në furrë e ka bërë për ty. Ai është në furrë që do e marrim me vete, me fjalë. Me vete. Edhe këto janë mish pule me djath kaçkavall, me domate të freskëta, edhe me bejsëll, ose borzilok, si themi ne. Borzilok. Borzilokun e kemi tonin. Të shtëpisë. Të shtëpisë, sepse i kemi vazot i bën vetë. Do t'i shikojmë çik vazat? Po tani sa e hodhi farën ajo. I shikojmë, patjetër i shikojmë. Edhe këto janë patate kështu. Edhe këto patate. Ne ju lumshin duart, faleminderit, ha. Faleminderit dhe juve për vizitën. Kemi vlerë atëre ka qenë atëre kemi. Fadim, më qenë se jemi në regjistrim gëzuar. Gëzuar beft mirë. Gëzuar, mirë si u gjetën, shumë faleminderit. Lumshin duart. Jo ti, edhe ti. Sepse nëna Ajo pispilia jon që kena bë, ajo po piqet. po, Po kjo ka qenë një pispili tjetër me fjalë. e bëri kastive që tanim tani se nuk do presim atë neve. Që s'do presim atë ne. Kështu që kjo pispilia tjetër, është një soj. kjo është tjetër me fjalë që e kemi bërë qysh mjes edhe e kemi majti çik në rrofë. Edhe Shumë, nuk e bëni ndjesë, e bëni 12 ora. në ora 12. Në ora 12. Ka dalë shumë i mirë. A do më marrë Po, cop? që do të marrë këto? Na do marrësh një gjë ka dalë shumë i mirë, merr cop. Po tash ne ma prishe planin, e ngele me këto pjata, ne do vinim pjatat e Po tjera. s'ka gjë, se vërtet me. Ato që do hanim darkën. Ato i vëmë Po pra. ato, futi këtu në... A të gëzuar miq, është pispili shumë e veçantë. Besoni mua që ju them mi fjalë se e kam atë. Shumë faleminderit dhe lumshin dur. Shumë faleminderit dhe juve. Pak më vonë do bëjmë edhe një sekuencë kur dalë edhe tjetër nga furra. Edhe do ta marrim me gjithë tavë. Fëmijët i kesh mirë, vlla motër nuk e dia ke, jon duke. Kam i vlla. Një vlla e di që ke. Aq kam, aq. Ishin një koqir mami e babi, nuk Ashtu e? Kurse nëna ka 2 dje me një vajzë, djalin e madh e ka inxhinier, të dytin e ka shofer, si babaj, nëna ka 3. 3 fëmijë me ditë shupën. No, ka 4 atëherë. Jo, Ka 3 çuna. Ka 3 çuna. Ka doktor. Ka 3 çuna. Të madhin e ka doktor. Madhin e ka doktor. Të madhin e këtu në dhejrit e ka doktor. Njërin e kam inxhinier. Ti kesh me jetë. Tjetrin e kam shofer. Ti kesh me jetë. Zuar dhe shëndet. Të kam thënë unë Ta gjë për mua. luaj nga i. shoh, çupën se... Gocën e ka. Zemrën e zemrës. Radio doli kjo, Kjo u bosh për 50 minuta. 50 minuta. Pa ishim si të është i nxehtë se kapim dot.